kemi polici kufitare, u pa qartë në pamje, polici kufitare që po shqyen të xhamin e makinës. Aty kemi polici shteti, për shkak se ka komisariat Rinas, i dhe është patrullat e Reneas që duhet patrullojnë për perimetrin e sigurisë, aty mund ndodhen dhe grabitje, sikur se ka ndodhur. Aty kemi polici rrugore, gjithë ne kemi has një patrull policie rrugore në Rinas dhe nuk besoj që as unë as ti dhe as të kolegët tanë në studio dhe shqiptare që mos jenë gjobitur i herë në aksin nga Kashari deri në Fushkryj. Unë jam gjobitur disa herë. Atëherë kemi polici private që e ka kontraktuar vetë aeroporti i Rinasit, po dhe që ruan ato bizneset, jo karburantet, jo lokalet, pasi po flasin për një prej zonave. Kemi pranitë të shërbimit informativ, që është detyrim, është me ligj. Përveç të shërbimit informativ shqiptar, ne kemi pranitë të shërbimit informativ të huaj, për shkak se aty vinë emigrant nga vendet e lindjes, mund të ketë linja trafiku, linja që ushqejnë terrorizmin. Dhe ç'a ndodhi? Aty ndodhi një vrasje e bujshme, një personazh i botës së krimit ose një njeri me precedent u vran në mënyrë makabre, duhet thënë. Dhe jemi me fat që ne nuk kemi një bilans viktimash, pasi ne e pam se aty janë derdhur 80 plumba dhe aty mund të kishte qenë kushdo në rrezën e plumbave. Mund të kishte qenë edhe vetë Edi Rama, mund të kishte qenë edhe një ministër, se ne e pam. Një eskort me makina zyrtare vetëm 1 minutë pas ngjarjes është shkëmbyer me makinën e vrasës. Panë dhe plumbat e kësa përplasje në për lokale. Nëse ne këtë e shohim ngjarjet shkëputur nga masakrat e tjera që kanë ndodhur, nga ato që ne lexojmë në dosjet e Sky ECC për fuqinë e grupeve kriminale dhe për ndikimin e tyre në politikë apo në këshilla bashkiake apo në ende publike. Por unë mendoj që situata ka agravuar, unë mendoj që nuk janë vetëm grupet kriminale shqiptare që tashmë në Shqipërinë e kanë si një parajs. Unë gjykoj që janë grupet serbe dhe malazeze që janë kartele shumë të rrezikshme. Dhe këtë e ka konfirmuar vetë kryeës pak në parlament, është shpyetur mos gaboj nga një deputet i opozitës, është shpyetur nga një deputet i opozitës konkretisht për këtë çështje, duke marrë aludime nga vizita e tij në Malzi dhe nga vizita e prokurorit të Serbisë. Edhe ishte një pyetje drejtë, edhe e konfirmoj që grupet shqiptare kanë bashkëpunuar me kartelet serbe, po nuk besoj që kartelet serbe operojnë apo bashkëpunojnë nëse nuk e kanë një direktivë nga kryeministri i vendit tyre. Se sado vitet e fundit edhe krimi dhe politika, jo vetëm Shqipëri, po në Ballkan me përjashtim të Kosovës apo edhe të Maqedonisë Veriut, që e ka më pak specifikuar, në Maltezi, në Serbi dhe në Shqipëri, është shumë prezent. Kemi rastin e Dragetas për cilin pak flasim. Pas 10 ditësh mos gaboj, atje është seanca në apel, është Antonio Gallo, është një personazh që dilte në përgjime, që fliste qartë për leje ndërtimi, që fliste qartë për tendera në shëndetësi. Dhe profecia e tij, nëse i marrim ato përgjime, blet ne shohim që është realizuar. Pra ajo që thoshte Antonio Gallo në raport me Kullat Tiranë, sot është fakt. Problemi është që ne spakun sot për fat keq kemi të paaft në raport me këtë çështje. Nuk po aplikon apo pa dëshirë. Tani është e vështirë që ta ndash kufirin mes paaftësisë, mungesës vullnete, po për fat keq sot edhe një herë SPAK u ekspozua si një institucion që ka prioritet propagandën dhe jo qëllimin final për cilin është shkritur. Duhet kemi